Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, ata falenderojmë, e madhrojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit, ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës, pasi që jemi akoma në Ramazan dhe me agjerim. Kisha pas qef mu ndal të disa urësi të agjerimit, çka përfitojmë për agjerimit e kështu me radhë. Mirë po fillimisht me tregue se Allahu Azza wa Jall prej emrave të tij është se El Hakim, i urti, i cili veprimet e tij bën me qëllim, me urtësi. Pra thjesht pas çdo urdhri, pas çdo vendimi, fshehet një urtësi apo më tepër se një urtësi racionale që disa i dim e disa ndoshta na fshihen e nuk i dim. Mirë po edhe ato që nuk i dim e kuptojmë se Allahu Azza wa Jall gjërat nuk i bën shkeleshka, nga se huwa al-Hakimul Khabir, ai është i urti, i informuari, innaka antal alimul hakim, ti je i gjithdijshmi dhe i urti. Ajete të panumërta, të cilat e vërtetojnë se pe emrave dhe cilësive të Allahut Azza wa Jall se është i urti dhe ka urtësi. Edhe tërfeja e tina është ndërtuar mbi urtësi, nuk ka urdhër që Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar me të, qoftë ai namaz, qoftë ai agjerim, qoftë ai zakat, qoftë ai haxh, qoftë ai sjelljen ndaj prindërve, mbajtje lidhje farefisnore, kështu me radhë, domethënë një varg kërkesash, vetëm se pas tyre fshehen urtësi të mëdha që realisht njeriu i kupton me kalimin e kohës se si ja rregullojnë jetën dhe si ja bëjnë më të lumtur e kështu me radhë. Mirë po dhe anën tjetër, çdo ndalesë apo çdo gjë që Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar ka urtësi dhe dëme që për to Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar atë çështje. Kjo është e para. E dyta që duhet me pas konsiderat njeriu në këtë aspekt është se njeriu të mjafton me kuptu që një çështje ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mjaftohet dhe nuk heziton, nga se kjo është kuptimi me qenë robi Allahut Azza wa Jall. Në thëtë Allahu Azza wa Jall, agjeroni një muaj Ramazan, agjerojmë. Agjeroni prej agimit deri në perëndim diellit, agjerojmë. Mirë po dhe më na thonë Zotit kundërtën, mos agjeroni prej agimit deri në perëndim, po prej perëndimit deri në agim, dhe më thonë këshëm agjeru. Në thëtë agjeroni një muaj Ramazan, e kur vjen dita e Bajramit prishni, e prishëm, po dhe më na thonë kundërtën e bojmë, nga se për neve mjafton se ka thonë Allahu Azza wa Jall, dhe neve s'na takon vetëm se me thonë sami'na wa ata'na, o Zot të dëgjuam dhe u nështruam. Nga se bindja në Allahun Azza wa Jall është aq e fortë, sa që thjesht nuk kem hezitim se atë që na urdhëron Allahu Azza wa Jall është e dobishme, apo ajo çka na ndalon Zoti prej saj na është e dëmshme. Kjo është çështje e qartë. Mirë po kur t'ia shtosh këtij urdhrit apo në ndalese, me kuptu edhe urtësitë e prekshme, se pse Zoti na ka urdhëruar me këtë punë, pse Zoti na ka ndaluar me këtë punë. Realisht vetëm ta shton edhe më tepër imanin, edhe bindjen, edhe më vullnet, realisht njeriu i zbaton urdhat e Allahut Azza wa Jall. Për shembull, neve na ka thonë Kurani me u fal ose me u pastru para 14 shekujve, 15 shekujve, asë të njëra për këtyne, nështë por flasë për pasatin, nuk e kena ditur dobit
shëndetit që sa është e shëndetshme pastërtia. Na ka mjaftuar me thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastroni, domethënë merrni abdes, pastroni mas marrëdhënieve intime, mos shkoni javë pa u pastru, domethënë pastroni dhëmt, edhe pastroni gojën, domethënë për çdo namaz, për çdo abdes. Pejgamberi sa më ka pas tradit kur sa që ka hyrë shtëpi, domethënë i ka pastruar dhëmt me misvak e kështu me radhë. Thjesht këto na i kena ditë dhe në bazë që ty në kena vepru. Mirë, po ta shkoa bashkohore, na i ka vërtetu se realisht kjo çështje është shëndet, pastërtia është shëndet. Kështu që thjesht këto çështje, vetëm se na e kanë shtu të bindjen dhe më tepër, se këto janë domethënë pej të urtit që gjithdijshmit që kur urdhëron me urësi dhe me qëllim e njëjta që dëron edhe me agjerimin. Edhe agjerimi nuk bën përjashtim për këtyre rregullave, se edhe që në Allah azza na ka urdhëruar me agjerim, na ka urdhëruar për urësi të ndryshme, me na mjaftuar spaku me kuptuese përmes agjerimit Allahu azza xal don që njeriu me balancu mes asaj shpirtërores dhe fizikës. Don me balancu mes kërkesave të Allahut dhe kërkesave që i ka jeta dhe shoqëria dhe njerëzimi. Me balancu mes dunjas e ahiretit. Hiç mos kuptofsh asgjë. Vetëm këtë që na rregullon këtë balancim të shkëlqyshëm mes asaj anës shpirtërore dhe trupore, mes kërkesave të Allahut dhe kërkesave të njerëzve, mes dunjas dhe ahiretin, kish më mjaftue me kuptue se çka është domethënë Ramazani dhe agjerimi. Duke ja shtuar asaj se realisht Ramazani dhe agjerimi është një ripërthrirje e imanit pas një viti ngarkese, obligime, ndonjëherë edhe shmangje, nga se njeriu sa më larg xhamis, sa më larg adhurimeve, mundësia që me harru, ndoshta ndonjëherë mu dobësu, s'po them ndoshta ndonjëherë edhe me rënë mëkate është shumë e madhe, mirë po vjen Ramazani, elhamdulillah, edhe këto çështje na i ripërtrin, edhe na freskon imanin, edhe na freskon lidhjen me Allahun azza wa xal. Mirë po kam qef më ndal konkretisht disa urtësi të cilat kemi folur edhe po flasim, mirë po të kështu të mbledhura, ndoshta si këtë ligjëratën nuk i kemi folur ndonjëherë më përpara. E para apo dobia e parë, urtësia e parë është çështja e sinqeritetit, se realisht njeriu me agjerim shpreh sinqeritet të plot ndaj Allahut azza wa xal, edhe atë në dy aspekte. Në sinqeritet për shkak se është prej adhurimeve pothuajse të vetme që i dedikohet Allahut azza wa xal dhe nuk është dedikuar dikujt tjetër përveç Allahut. Kemi thonë, njerëzit kanë prej kurban me madhrua dhe idhuj dhe puta dhe varre dhe njerëz jenë falej për ul edhe për dikon tjetër, jenë zotua edhe për dikon tjetër, mirë po historikisht nuk dihet dikush që ka agjeruar për dikon tjetër. Pra thjesht është një prej adhurimeve të sinqerta që historikisht dy ka bërë vetëm Allahut azza wa xal, me na kujtuat që duhet me qenë vetdijen tonë se adhurimet i takojnë vetëm Allahut azza wa xal. Jo vetëm agjerimi, po edhe namazi, edhe zakati, edhe haxhi, edhe ardha në xhami, edhe sjellja ndaj prindërve, sjellja e mirë, edhe mbajtja lidhje frymisnore, edhe gjitha veprimet që i bëjmë duhet me i bë për Allahun azza wa xal, nga se ai është i cili na ka kriju. Edhe atë duhet falendëruar dhe adhuruar. Se për ndryshe, nëse Zoti na ka kriju, e na furnizon, e ne shkojmë me adhurojmë dikon tjetër përveç Allahut azza wa xal, i bën si shembullin atij që ka cekur hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pe hadithit Yahyaut, ka thonë shembulli atij i cili adhuron dikon tjetër përveç Allahut azza wa xal është si një njeri i cili shkon e merr një punëtor, një shërbëtor, edhe e pagun me parët veta, edhe i thotë që kjo është ora jam, që tokën tem puno, edhe ja buk 3 ditje, ai shkon punon në orë të këqijsë. Qështu t'i bjen parafërsisht aja puna dëmon që Zoti na ka kriju, Zoti na furnizon, të mirat i kemi gjitha prej tina, e në vend se te falenderojmë të jemi mirë njerëz ndaj tina, shkojmë realisht e adhurojmë dikon tjetër, apo i dedikojmë diçka për adhurimit dikujt tjetër përveç Allahut azza wa xal. Kjo është se me hongër bukën e dikujt tjetër e me punu në orë dikujt tjetër. E kjo është shirk, kjo është domethënë mëkate që se fali Allahu azza wa xal pe jaskujt, edhe nëse domethënë është pejgamber, edhe nëse është domethënë dikush tjetër,
realisht kjo është për mëkateve që s'falet, e që këtë ndjen sinqeritetet që adhurimi duhet me i taku vetëm Allahut Azza wa Jall, realisht në mësën agjërimi. Kjo është e para që kemi thonë për sinqeritet, mirë po sinqeritet tjetër është se njeriu ka mundësi i bën veprat për Allahun Azza wa Jall, mirë po kajherë i bën për me gjatë procesit që e shet diçkush, ose që e përmend dikush për të mirë. Në jetën e ka pas fillim për Zotin, mirë për mësane ka filluar pak mi përzi senet edhe me fillu një farë syfatësie dhe një farë riaje me hije. Falet për Zotin, mirë për kur të shet që po beshe dikush, e zbukuron, e zgjat, ma tepër rukun, sejdën, apo të nëse të falet xhamije, shkon haxh për me thonë haxhije, faktikisht ka mundësi vepra të ndryshme që shihen që me i bë edhe për dikën tjetër, që një farë forme me hisë syfatësien e të. Mirë, pa agjërimi është ajo sekreti mes robit dhe Allahut Azza wa Jall që kërkush nuk ka çastin e të. Qofse mundu me pa një njeri që po falet, që po jep zekat, që po shkon haxh, që po mon vajzë, që po bën davet, e kështu me radhë, realisht kërkush nuk e din se njeriu na është agjëruar mas ajo se kjo është mesina edhe Allahut Azza wa Jall, nga se nuk ka mundësi njeriu vetëm se mu vetmue edhe me hangër, me pije dhe kërkush mos me pa. Mirë, po nuk e bën këtë gjë për shkak se e din se është në mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall dhe vetëm për të agjeron dhe për askën tjetër. Mirë, po kjo na mëson çështjen tjetër që nëse njeriu e adhuron vetëm Allahun Azza wa Jall, për shkak se është në mbikëqyrjen e tij dhe është sekret mes tij dhe Allahut Azza wa Jall, kjo ndjenja e mbikëqyrjes nga Allahut Azza wa Jall duhet më na shoqërua në çdo kohë dhe çdo vend, se Allahu Azza wa Jall nuk na shikon vetëm kur jemi agjërushëm, Allahu Azza wa Jall nuk na shikon vetëm kur jemi në Ramazan, Allahu nuk na shikon vetëm kur jemi në xhami, mirë po jemi në vëzhgimin e tij dhe nuk i ikum syret e tij asgjë. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, ka thënë Allahu Azza wa Jall, e din atë që vjedh syre, që mendon që ti e pa e këshyre e kërkosh pa ti çfarë bune, apo ajo që të përshpërit në zemrën tënde dhe mendon që kërkosh s'pe din, realisht këto gjëra Allahu Azza wa Jall nuk i ikon. Mirë po, inna Allaha kana aleikum raqiba, Allahu Azza wa Jall është mbikëqyrës dhe jemi në vëzhgimin e tij. E pra të kërkohet për besimtarit, sa më i devotshëm me qenë që kur të adhuron Allahun Azza wa Jall me adhurim me që të ndjen. Kur e ka pyet pejgamberin Xhibrili se çka është ihsani, ka thonë an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, me adhuru Allahun Azza wa Jall sikur ti e sheh atë, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai na sheh, domethënë neve. Pra puna e parë apo dobia e parë që kuptohet për agjërimit është sinqeriteti dhe mbikëqyrja nga Allahu Azza wa Jall, ndërsa e dyta është çështja e devotshmërisë, për të cilin shumë po flasim gjatë Ramazanit, se nuk është agjërimi vetëm me u largu nga ushqimi dhe pirje dhe marrëdhëniet intime, mirë po agjërimi është për te saj, la'allakum tattaqun, që të bëheni më të devotshëm, që të bëheni më të sjellshëm, që të bëheni më të ndershëm, që të bëheni më të mirë. Nga se realisht, qofse nuk e ka këtë efekt, agjërimin në jetën e besimtarit, realisht ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka kush shumë prej agjëruesve që nuk kanë hise në agjërimin e tij vetëm se etje dhe uri. E s'besoj që ka të qef dikush për neve me agjëru 30 ditë prej agimit deri në perëndim diellit, e me nesër ditën e gjykimit me thonë se ti kur farhise s'kin agjërimin tënd, nga se veç je lodh edhe nuk e bë kurrë me agjërimin tënd. Përkundrazi, nëse pe dim që jemi mbikëqyrë në Allahut Azza wa Jall, edhe Allahu Azza wa Jall na sheh çdo kund dhe çdo vend, edhe për Zotin jemi gjendje me lëna atë që është e lejuar, ushqimi dhe pirja e gjatë e ngjashme që janë të ndaluara në gjatë Ramazanit në parim janë të lejuara, mirë po për Zotin Azza wa Jall nuk i bojnë ato. Atëherë si njeriu me çfarë logjike domethënë bën harame qoftë Ramazan apo jashtë Ramazanit. Nëse kjo i bie me agjëru për Zotin e mos munal pej mëkateve, si thonë me e ndërtu një pallat e me shkatru një qytet. Pallatin të mundesh me ndërtu shumë të mirë, ama për çat pallat me shkatru një qytet nuk është e logjikshme, nga se realisht njeriu nëse don me pas
agjerimin e mirë, si të pallatit, duhet edhe gjërat për rreth me i rujt, edhe me rujtshikimin e tij, edhe gjuhën e tina, edhe syrin e tina, edhe gjymtyrët e tina, e kështu me radhë thjesht me agjëru dhe të nderuar me sabër. Sabër me kry obligimet, sabër me agjëru, sabër me u fal, sabër me lexu Kur'an, sabër me bë dhikr, sabër me ardh xhami, sabër mirë po edhe sabër në aspektin që mu largu pe i harameve, sabër që me frenu gjuhën, me thonë se në qofë se edhe dikush të provokon, jo me anisë të fillimisht, po në qofë se të provokon dikush, me thonë unë një ma agjerushëm, edhe nuk po vi nivelin tënë, edhe thjesht agjerimi jemë më pengon që me u bosi ti. Sabër faktikisht, mos me bë gibet, mos me bajt fjalë, mos me fshti, mos me gëny, e kështu me radhë, mirë po edhe në aspektin tjetër sabër që njeriu e ndjen urinë, edhe ndjen etjen, edhe ndjen lodhjen, edhe mëlisjen, besën dashta mund dhe pas edhe marrë mendje, e kështu me radhë, mirë po bën sabër edhe në këtë çështje duke e ditur se innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, Allahu azza sabërlive ju jep dhe shpërblim pa hesab, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë as-sawmu nisfu as-sabr. Agjërimi është gjysma e sabrit. E gjysma tjetër edhe është namazi. Nga se kërë kanë komentuar djetarët, ja ju ledhine men ista'inu bis sabri was sala, o ju që dhe të kënë besuar, kërkoni ndihme Allahu të azhjel përmes sabrit edhe namazit, shumë për djetarët kanë komentuar që të sabrin kanë thonë është përmes agjërimit. Pra thjesht kërkoni ndihme të Allahu azhjel përmes agjërimit të sabrit, se këto e në dy shtyllat kryesore që njeriun e udhëheqin, e përmirësojnë, e bojnë më të mirë, më të devotshëm që me ecë rrugës së Allahut azza wa jall. Edhe për arsyeve që Allah azza wa jall ka cekë në këtë temë që nuk e folën, kur ka folë la'allahum yarshudun, që të bëhen më të vetë përmbajtur, qofse njeriu është gjendje edhe për adeteve që i ka shpërhit përditshme, me hongër bukën këtërar, me pi kafen këtërar, dikush i ka nda adete, edhe matë këqia runa zot me pi cigare, kështu me radhë. Edhe këto gjështja i lenë për Zotin, as nuk bjen men për orarin e kafes, as të bukës, as cigares. Thjesht këtë rutinën jetësore ka ndru për Zotin. Edhe ulesh në dëmon të avolin edhe pret me sekonda, mu boj iftari. Realisht kjo duhet me të botë më ndërgjetshëm që me konë ma i përmbajtun, me konë njeri ma i mirë, ma i pjekun, jo me konë a i cili ke qenë për Ramazanit. Edhe një gjërat në këmë galuar, këmë thonë se cilën agjerim përdojmë, jenë fillim të Ramazanit, a përdojmë agjerimin vetëm që me kry borqen, apo e dojmë me agjerimin që jep efektin që të pasrën shpirtin e të ruajnë gjymtyrët edhe të bënd të njëri ma devotshëm. Kjo është e dyta. E treta, kanë thonë djetarët, është që njeriu duhet përmes me agjerimit me e kuptu, apo urësi që fshihet pas agjerimit, është që njeriu me e shiju ndjenjën e uris, edhe ndjenjën e etjes, edhe mu largu pe kënaqësive këtyne botës, me e kuptu një realitet që shpesh na ik e që s'munën me e kuptu vetëm se kur na hup. Njeriu s'ponë në është i kryum në tillë, ato që i ka së vazhdimisht, i merë të mirëqena, se i me konë të vetat, mi pas për gjithmonë edhe s'kanë mundësi kur mi hup. E nuk e din që begatit janë për Allahut, wa ma bikum min ni'metin fa min Allah, ato janë për Zotit, e në qëpë se Zotit i ka jepë mund të dhe me t'i marë, jenë të panumër ta, wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha, ka thonë Allah Azza wa Jalla, se në filani me numru begatit Allahut Azza wa Jalla, nuk mundi me i u dalë në fund. Këtë ndjenjë falenderimit për këto begati, njeriu mundet me kuptu kur është janë urinë dhe jetjen. Se kur i ka, s'pe din që i ka. Shumica pej neve, ankohemi, edhe nështë vetëm në fjalë, kur të pëtsh, ku me fillu mu ankuhe për ushqim, për rroba, edhe kur të shesh janë komoditete, se të shenkon më të vërtet që është e bazike, esenciale, por realisht qatë shumë ka, qatë shumë është i begatum me to, sa që ka hup ndjenjen me i ditë se i ka, vetëm tash filan me gjërmue ndë një mangësi që mundet mu gjenë të toë, e absolutisht me shkumendja me konë falenderus, dhe më thonë për to. E unë për atë po thëmë, alhamdulillah që agjerimi është i tilë që na bjen men që qka është njeriu
mos me pas, qysh është domethënë njeriu me ndje urin, e kom thonë këtë që ne pe lajmë për Zotin, ka shumë njerëz e lajmë për Zorit, edhe kam cek rastin e Gazës, ku ndodhi luftë më tepër se 500 ditë, edhe u vranë gjitha ato viktime për aty në kriminalëve, duke i sulmuar në formën më të vrasht, duke i luftuar me buke me ujë, me rrymë me domethënë çështje bazike, duke vrarë gra, fëmijë, pleq, e kështu me radhë duke mos zgjedhur fare, mirë po 500 ditë e më tepër, domethënë të izoluar, duke mos pas vetëm me çka e kalojnë ditën, apo edhe kanë kalu ditën pa hungur hiç, e unë e ti i kena pas të natë mirat, edhe thjesht mëngjes e mbrëmje, edhe në ditë e kam cekur se begatit që i kem na para 100 vjete, vetëm mbretërit kam pas mundësi mi pas, apo ka pasur shumë njerëz që kanë pretenduar që janë mbretër, e begatit që i kem sofër, edhe bëllëkën që i kem sofër, unë edhe ti nuk e kanë, e prat njeriu me të vërtet duhet me kon i vetëdijshëm, edhe duhet me kon falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall. Ashtu siç duhet me kon falënderues, duhet me kon masandej edhe solidar, që thjesht mja besu ati që s'ka, se ndjenja, dhe më thonë njeriu, ndrysh është me dëgju që është dikush ont, e s'ka, e ndrysh është me përjetu vetë kur s'ki je ont. Edhe pse uria jonë është me vetë dëshirë, në të aspekt ne kem dasht me agjeru. Mirë po, dikush këtë çështje nuk e ka me vetë dëshirë, po e ka pezorit, që duhet me në ngrit neve në dërgjegjen, që me konë masalidar, e elhamdulillah që Zoti pej mëshirës vetë. Edhe këtë e kam cekur. Kam thonë, shumica, apo kërkush pej neve, nuk e she se qysh qelen dyrët e xhenetit në Ramazan, as qysh mbyllen dyrët e xhenemit, as qysh shprangosën shejtanët, mirë po që të ndjenje përjetojmë jetën tonë. Se automatikisht, si vjen Ramazani, njeriu shumë bëhet më solidar, bëhet më bujar, bëhet më i xhumert, aktivizohet kjo ndjenjë edhe pse realisht ndoshta nuk është që valla të i fol vetet çat shumë që valla duhet me dhon sadaka, duhet me dhon zakate, duhet me dhon sene, mirë po atmosfera e bën që Ramazani më aktivizu kjo ndjenjë. Pra të shohim shumë për besimtarëve, domethënë Ramazan edhe nxjerrin zakatin, edhe i shtojnë sadakat, edhe i japin iftar. Faktikisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai cili jep agjëruesit në iftar, e ka shpërblimin e tij duke mos i paksuar asgjë prej domethënë shpërblimit të agjëruesit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është përshkruar nga Abdullah ibn Abbasi, ka thonë ka qenë njeriu më bujari. E mas bujari ka qenë Ramazan, nga se realisht Ramazani është muaj i dhënjes. Shumë për selefët kanë thonë muaj Ramazanit është me dhonë ushqim edhe me lexuar Kur'an, me dhonë iftare dhe me dhonë bukë. Pra thjesht dhojmë bukë, dhojmë iftare për shkak se realisht ne jem nëse gjendje që e kuptojmë realitetin atij që s'ka, edhe prat aktivizohet kjo ndjenja e bamirësisë më tepër në Ramazan dhe shtrim dorën me u gjind edhe përmes zakatit, edhe përmes sadakas, edhe përmes iftareve, edhe përmes ndihmave të ndryshme, edhe ujë që japim xhamia, për domethënë të sent falet, është një ndjenjë e solidaritetit edhe afërsisë që duhet më shpreh, edhe duhet më përfitu si dobi prej agjerimit. Çështja tjetër që e kanë cekur dietarët është çështja e asketizmit, nga se njeriu ka herë çat që po jepet mas këtyre çështjeve të kësaj dynjas, ushqimit dhe pirjes, së ndonjëherë po bëhet rob i tyre, saqë ato po e kontrollojnë atë e juaj po e kontrollon dynjan dhe të mirat e kësaj dynjaje. Faktikisht e duhet me konë e kundërta. Njeriu bën me pas shumë pasuri, ama thjesht ai me për kontrollu pasurinë, jo pasuria me kontrollu atë. Ama dikush ndoshta ka shumë pak, po çaq shumë është i dhënë pas tyre, saqë ato e dirigjojnë jetë. Ato janë thjesht ato që ja bëjmë plan programin e jetës, me kënë me nejt, me kënë me shku, kjo është i varfër, nuk muna me nejt me ta, kjo është i pasër, rrim me ta, kjo është pa autoritet, s'rrim me ta, kjo ka pushtet, rrim me ta. Faktikisht, dunjaja është allaj që i bën edhe lidhet me kënë i krijanë, e Ramazani, thjesht
na përkujton këtë ndjenjë që realisht njeriu duhet me pas kujdes se dunjaja është çështë kalimtare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Bëhun këtë dunja si me kon garib, si me kon i huaj ose një udhëtar që jetë udhëtue, se s'është vend jetë këtu. Abdullah ibn Omer ka thonë një fjalë tjetër, ka thonë kur të nxën akşami mos e prit sabahin se Allahu e din atë nxën sabahi ja. Nëse të ka qelë sabahu mos e prit akşamin se Zoti e din atë pret domethën akşami. Nga se realisht gjithë jemi këto kalimtar. E marrëm pe kësaj dunjaje atë sa na mjafton. E pak na mjafton. Shumë pak na mjafton për bukë, shumë pak na mjafton për ushqim, shumë pak na mjafton për nevoja elementare, që realisht shumicën që i kem nëse këto janë luks. E që ky luks mos andej po na bën që më largue edhe me u prekupu me të, edhe mja përkushtua të shumë të në jetës, edhe me i ndru të në venet qërave. Venë se me pas qëllim ahiretin, të në po e kem qëllim dynjan, e po e ndërtojmë atë shumë sa që s'po kem qef më me dekeq. Se si kur te këshëm ndërtu ahiretin, e këshëm marë për kësoj dunja e saj, na këshëm mjaftua, nuk ishëm tu të batë shumë për deke që shpo tutëm sëtë. Pra të ka anë hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai cili e ka bo ahiretin qëllimin e tina, Allahu azza wa jalla vendosët pasurin apo vetë mjaftoshmërinë e tina në zemër, ja afron senet edhe i vjen dunjaja e për ullur, jo të vrapu kjo masaj, po ajet të vrapu pas tina. Ndërsa të kundër të najtë që e bën dunjan qëllim, Allahu azza wa jalla qëtë fukarallakun parasyve, nuk shese veç fukarallak, dikuna mja dhonë një 50 cent u fika, marova, kena me dek uni, e kështu më radhë, e ja qkep Zoti punt, edhe thjesht kur gjusë ku me mujt, me ongër ma tepër, vetëm atë se që ja ka caktu Allahu azza wa jall. Pra thjesht, si aja, si kja, vetëm që ata ka caktu Zoti, se sen 2 vjetë ma tepër nuk i mundësi me marë, vetëm që ki kujdes kam pe bën qëllim. Ramazani është aja që na vetëdisën me kuptu se cilë është qëllimi, se këtë dunja nuk është qëllim. Qëllimi i besimtarët është ahireti, edhe pe kësaj dunjaje muhet me marë shumë pak, edhe s'ka nevojë për katë shumë. Absolutisht nuk ka nevojë më lidh pas asaj dunjaje katë shumë, edhe që më bëhet dunjaja me e dirigju njeriu, po njeriu me dirigju atë. Çështja tjetër apo dobi tjetër që e kanë cekur dietarët është çështja e unitetit. Se shpesh e përmendin në ligjëratat tona se feja jonë është ajo e cila bashkon e nuk përçon, afron e nuk ndon. Pra atë edhe ehli sunneti kur kanë thujt tash edhe pe dini që vija trasha musliman ndohen sunnet dhe shet. Mirë për ehli sunnetin ehli sunne wal jamaat, pasues se sunnetit dhe xhamatit, që realisht synimi është mu bashku në të vërtetën, jo mu bashku në të kotën, mirë po mu bashku. Se jedullahi ma'al jamaa, dora e Zotit është me xhamatin, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dhe bashkoni për litarit Allahut azza wa jall edhe mos u përçani. Nga se forca, domethënë vjen prej bashkimit dhe unitetit. Edhe këtë thirrje për unitet Allahu azza wa jall na ka mësuar në forma praktike përmes disa gjërave. Mo falim namaz me xhamat xhami, se namazin nuk më falën në shtëpi. Ma ndryshe bashkohen e afrohen zemrat kur falen xhami 5 herë. Qofse njerëzit kanë mundësi me ardhur për 5 herë se punë të angazhimet, mu bashkohen domethënë një herë xhumo. Angazhime, largësi e kështu me radhë, thjesht mu bashku në Ramazan, e fillojmë Ramazanin bashkarisht, dalëm Barem bashkarisht, ulëm në sofër edhe të tonë e presim iftarin një të në kohë. Thjesht falim namaz natës e taravit bashkarisht, thirrëm për iftare, e i ripërtrim lidhjet farafisnore, e me shoqëri që njerëz ndoshta që se kena pa që një vjet, na bjen rasti mu takue, domethënë Ramazan, edhe thjesht me ndani fjalën e muhabet me pyet si është kështu më radh. Këtë çto vlera, domethënë i ka Ramazani, edhe pse faktikisht kem filluar me i marr adetet e tjetër kujna, thjesht me i pasu tjertë së mbyllur azi, me uftof njëri me tjetrin,
e që keftohje nuk është nga Islami, po është nga fe tjera, është nga perëndimi. Përkundrazi, Islami dën që me pas familje të shnosh, gjallë, lidhje farefisnore të gjalla, ta fartën një me një tjetrin, thjesht me thirrjen e tjetrin, me mbajt lidhje farefisnore me njëri tjetrin, me shku mi ardh e kështu me radhë, e sidomos në kohët e Ramazanit kur janë gjithë to, domethënë vlera edhe gjithë to shpërblime që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur, domethënë këtë muaj. Edhe e fundit për mos më zgjat është çështja se thash Ramazani dhe agjerimi është prej atyre veprave që bën balancin mes trupores dhe shpirtërores, mes kërkesave nga Allahu Azza wa Jall dhe nga njerëzit, mes dunjas dhe ahiretit. E prej dobive, domethënë të agjerimit është edhe ajo çështja e aspektit mjekësor dhe shëndetësor. Se me të vërtet shumë e qëlluar është ajo fjalë që kanë thonë agjerimi është operacion pa brisk, sa realisht çaq i bën dobi, domethënë trupit njeriut. Edhe ai i cili ka sëmundje shoqëret, edhe ai i cili ka me kolesterol problem, edhe ai i cili ka me shtypje dhe me punë zemrës problem, edhe ai i cili ka me lukth problem, edhe ai i cili ka me migrenë, me domethënë dhëmbje kokës, edhe çdo domethënë me çështjen e veshkëve të mëlçisë e kështu me radhë, që rrashon domethënë profesionalisht me tregu dobitë e saj, vetëm po na tregojnë mjek tash edhe ata që janë musliman se realisht se çfarë ndikimi edhe çfarë rigjenerimi i bën trupi që më të vërtet ka nevojë spaku një herë vjet me agjeru. Mirë po, ne agjerojmë për Zotin, edhe aja është cila na shtyn, nuk jem të agjeru domethënë për aspektin shëndetësor, për dietë, se do është me kështu me radhë, mirë po agjerojmë për Allahun Azza wa Jall. Mirë po kur pi kuptojmë edhe këtë dobi, po e dim o Zot, të kemi besuar edhe hiç pa i ditë të sene, mirë po e dim se ti atë që na ka udhëruar është vetëm dobi tonë e kurse në dëmin në tonë. Këto ishin disa dobi, duke me përfunduar me atë se njeriu është mirë, vëllezër të nderuar, që këto dobi që i ceka, e këto urësi që i ceka për agjerimit, realisht me i shfaqur, me i publiku, edhe me kuptu se cili besimtar se sa madhështor është Ramazani, sa madhështor është agjerimi, sa madhështor janë këto iftaret tona, taravit tona, kjo solidaritet në jonin e kjo afërsin, domethënë, që realisht ne e kanë lakmia ata cilë janë musliman. Nëse njeriu i cili është racional, i logjikshëm, të merr lakmi diçka që s'është e tina hiç, mirë, po kur e sheh këtë atmosferë të Ramazanit, këtë agjerim përbashkët, këto iftare, këto taravi, këtë afërsi e sene, atëherë si duhet me qenë gjendja jonë, vëllezër të nderuar, si besimtar. Faktikisht nuk duhet me ne kalu këto raste edhe mos me përfitu edhe mos me domethënë jetu edhe thjesht mu kënaq me këtë Ramazan edhe me këto ibadete që Allah Azza wa Jalla ka udhëruar në Ramazan, apo thjesht me radhë dhe bajrami edhe thjesht njeriu mos me ndjek kur fare kënaqësie, edhe mos me kuptu kur fare rëndësie bajramit, nga se realisht çdo sen në vendin ton ka urësi. 30 ditë agjerojmë, edhe në fund bëjmë bajram, gëzohemi. Pse gëzohemi? Se thjesht gëzohemi pse kena kryer një obligim ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë, po gëzimin nuk e kem vetëm për vete, po e dojmë edhe me tjerë që thjesht mund na bashkangjit ata që s'kan mundësi. E pra e dojmë sadakatul fitr në Ramazan, në fund Ramazanit, që këtë mi kuptu këto vlera madhështore të agjerimit të Ramazanit, që thjesht më kënaq edhe na duke përjetuar ata, mirë po edhe me marrë lakmije edhe dikush tjetër se çka është madhështia e Islamit edhe urdhrave dhe mësimeve të Islamit. Lutem Allahun Azza wa Jall që të na bën të vëdijshëm në lidhje me to. Na bën prej atyre që fillimisht vetë kuptojmë, i përjetojmë dhe jetësojmë, mirë po bëjmë shembull i mirë edhe për të tjerët. Edhe ata që janë fe të stonë që Islami është kaq madhështor dhe feja jonë është kaq madhështore dhe nuk kanë zgjedhje tjetër vetëm se të gjithë mubarak të Allahut Azza wa Jall. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.